t'i kthehemi aty ku e nisëm. Turqin do ta vazhdojmë. Për kush janë arsyet pse ka filluar kjo luftë. Dhe po të dëgjosh disa ekspertë thonë që një nga arsyet është që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka approval rate, atë aprovimin nga populli më të ultin në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në arkun kohor të një viti qeverisje. Të gjithë treguesit e migracionit, ekonomisë, inflacionit kanë nga 10 deri në 30% minus në krahasim me një vit më përpara. Pra, imazhi brenda vendit është jashtëzakonisht negativ dhe një tërheqje vëmendje nga problemet e brendshme përmes një lufte të jashtme është një gjë normale në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në përgjithësi në politikën botërore. Kemi parë filmin Wake the Dog që në kohën e mëparshme, pra bëj një diçka tjetër që të tërheqësh vëmendjen. Dhe në krye të gjithave mendohet që mund të qëndrojë dosja Epstein, e cila ka 6 milion dokumenta, nga cilat 3 deri në 4 milion janë publikuar dhe janë 2 apo 3 milion të tjera, të cilat besohet që mund të kenë dokumenta jashtëzakonisht komprometuese për zotin president të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, për të tërhequr vëmendjen nga gjithë këto ndodhira, atëherë është parimi flood the zone, pra kërkoj një objekt të ndritshëm diku, le të krijojmë një temë bisede për diçka tjetër dhe të tërhiqet vëmendja nga ato probleme. E gjithë çështja qëndron sa do jetë në gjendje presidenti të krijojë një narrativ me bazën e tij MAGA, e cila për momentin duket jashtëzakonisht e përçarë, sepse MAGA do të thotë Amerika e para dhe jo Izraeli i pari. Dhe përçarja në elektoratin amerikan praktikisht sot është midis atyre që mendojnë se është presidenti po ndjek një politikë që është Izraeli i pari dhe jo Amerika e para. Dhe në të gjithë histori, presidenti do t'i duhet që të rishpiki vetveten për t'i mbushur mendjen bazës së tij politike për drejtësinë e politikës që ai po ndjek, dhe kjo është në ana tjetër dhe pika e vetme e Iranit në këtë përballje ushtarake, sepse nuk mund të mendohet që Irani me atë fuqi ushtarake që ka të bëjë ballë fuqisë ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës. E vetmja gjë që mund të bëjë është ta bëj këtë përplasje ushtarake sa më të kushtueshme ekonomikisht, përmes bllokimit të ngushticës, përmes, po themi, disa. Megjithatë thuhet që Amerika i ka depozitat plot për momentin është prodhuesi më i madh në botë i hidrokarburave. Domethënë e ka llogaritur pikën që mos ketë një rritje karburanti në Amerikë. Problemi nuk janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, problemi është ekonomia botërore. Nëse bllokohet ngushtica, bllokohet Kina, Japonia, Korea e Jugut dhe Europa nga karburet që vijnë nga gjiri persik, do të thotë që shkon gjithë ekonomia botërore në recesion, padyshim shkon dhe ekonomia amerikane. Pra, sot tregjet e naftës janë gdhirë me nga $73 barela që ishte të premten, sot janë gdhirë me gati 80, sa the 9.40 diçka. Dhe Putin po bën fest tani. Dhe, eksakt, dhe ajo që mund të ndodhi brenda një jave, 2, është që konsumatori amerikan, kur shkoj ke pompa benzinës nga $3 për gallon që ka paguar dje, mund të paguaj 6 mbas një jave. Dhe nëse do vi ky moment ku dhe inflacioni, për shkak edhe të kostos benzinës, të fluturojë lart, atëherë zoti Trump tani dhe ka një rënje të jashtëzakonshme për shkak të frikës nga inflacioni. Domethënë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ende nuk ka goditur inflacioni, por vetëm për shkak të frikës së inflacionit ka një rënje rreth 30% mbështetje për politikat e tij ndaj inflacionit. Mendoni sikur për një moment inflacioni të shfaqet realisht dhe mund të shkojë 6, 9, 12% në Shtetet Bashkuara. Kështu që në këtë këndvështrim arma më efikase e Iranit është që ta bëjë sa më të kushtueshme këtë luftë të Amerikës ekonomikisht, në mënyrë që ta kthej pastaj në një përkrahje politike për shkak të pakënaqësisë që mund të ketë elektorati amerikan ndaj këtyre politikave që po ndiqen. Ta kthej në një luftë ngërçi, le të them. Po, dhe problemi tjetër është që skenarët nuk janë të shumt, 2, 3, 4 mund të jenë se si do të zhvillohen ngjarjet. Një është që Iranit përfundoi në një, e përmend dhe juve pak më përpara, në një shtet tip Siria, të coptuar në mini shtete të tjera, Pers, Azer, Kurd, Beluç e me radhë. Dhe për këtë ka arsye të dyshohet sepse po qarkullojnë edhe kushtetutat të kurdëve, kushtetutat të beluçve etj. Pra, kush është kujdesuar që ti ushqej këtë lloj ndjenjash edhe ti pasqyroj. Dhe pastaj merret më lehtë nëse ne pam atë që ndodhi me
Irakun, pam atë që ndodhi me Sirin, me Libin, mendoni tash që është një 92-3 milion, 1,6 milion kilometra katror, male, se çfarë destabilizimi mund të bëjë rajonin në qoftë se shpërbëhet një shtet si Irani. Pra, ne kemi parë se çfarë ndodhi me Sirinë dhe me Irakun, dhe nuk është gjë e lehtë ajo që ka ndodhur, dhe vazhdon edhe që të dy bashkë janë një treta e Iranit. Destabilizimi. Mendoni çfarë mund të bëjë. Varianti tjetër që nuk është, skenari tjetër që nuk është gjithashtu dhe aq pozitiv parë nga këndvështrimi amerikan apo perëndimor, është që skifterët, linja e fortë e Gardës Islamike, duke qenë që është armatosur, duke që ka një lloj legitimiteti në thonjza nga Khamenei, i sapo ekzekutuar, ka fuqi ekonomike të jashtëzakonshme, se kontrollon gati 50% të eksportit të naftës, mund të zëri pozita komanduese dhe do ta çojë Iranin drejt një kursi të themi shumë radikal në krahasim me çfarë ka qenë deri tani. Pjesa tjetër që është e dëshirueshme, por është gati e pamundur, është që të mbizotërojë arsyeja e shëndosh në Washington dhe në Iran, dhe të ketë 2-3 grupe që të thërrinë dhe thonë për çfarë po grindemi, si është puna, kur ndërkohë që çdo gjë është jashtëzakonisht e zgjidhshme dhe brenda çdo lloj arsyetimi të mundshëm, nëse nuk juve dyshoni që ne mund të bëjmë armë bërthamore, ja ku jemi që nuk po i bëjmë, po pasurojmë uraniumin për qëllime paqësore. Problemi është që për Izraelin Irani nuk duhet pasuroj uranium, sepse ka naftë dhe nuk ka që duhet uraniumi. Domethënë, kemi një aktor tjetër në rajon, që është Izraeli, i cili ka një ndikim të jashtëzakonshëm në politikën amerikane, sepse në këtë problemi që ne po trajtojmë sot, varet se çfarë vendosim të parën apo të dytën. Nëse do vendosim Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ndërhyjnë në rajon, është këndvështrim që sapo e kemi ndjekur deri tani. Po ka një këndvështrim tjetër, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zoti Trump janë përfshirë në të konflikt krejt padashin e tyre, po të detyruar nga Izraeli për shkak Kam idenë që herën e parë ishte padashje, këtë radhë është me shumë dashje. Po, por në të dy rastet nuk përjashtohet mundësia që zoti Trump të mos këtë dashur, por është detyruar nga lobi izraelit dhe nga si ja kanë sjell kushtet për dosjen Epstein apo mënyrat e tjera të presionit që ushtrohen ndaj tij, që të bëhet pjesë e kësaj loje që po luhet në Azinë Perëndimore në lindjen e mesme. Duhet të them që ka dy këndvështrime, një që niset nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërhyn vetë, sepse kanë ato objektivat e tyre në rajon, dhe dy janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në funksion të Izraelit. Deri tani bëm analizën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që ndërhyn, por jo më pak me peshë dhe pothuajse të njëjtës rëndësi është edhe këndvështrimi që është Izraeli ai që e inicion, si thua është. Unë jam i predispozuar i anoj nga këndvështrimi që zoti Trump ka dashur ta më njanoj, ta shty sa të mundur më shumë për përfshirjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nisem nga një fakt i thjeshtë për shumë kuptim plot. Në 25 qershor 2025, zoti Trump tha që ne kemi shkatruar përfundimisht programin bërthamor të Iranit. Tash detyrohet që të sulmojë brenda 7-8 muajsh përsëri për një program bërthamor që ai e ka shkatruar. Dhe kjo është pyetja që shtronte dhe ish presidenti Clinton dhe thoshte që zoti Trump i detyrohet një përgjigje popullit amerikan për të shpjeguar pse atë që e shkatërroi në mënyrë përfundimtare, obliterated, domethënë 7-8 muaj përpara, po i kthehet edhe një herë sot. Është një pyetje që meriton një përgjigje. Dhe kam përshtypjen që përgjigja është sepse kështu do partneri i tij më i vogël, po jashtëzakonisht i ndjeshëm dhe influencues. Në fund të ditës, mund të thuhet që ne kemi të bëjmë me dy njerëz jashtëzakonisht të pushtetshëm në krye të një arsenali të tmerrshëm ushtarak, siç është kryeministri i Izraelit dhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët janë me probleme të jashtëzakonshme, njëri për me ligjin, tjetri politike, morale dhe etike brenda shtetit vet. Dhe në këto kushte të dy këta janë të interesuar që të kenë një distraction, të kenë një shmangje vëmendje nga problemet e tyre, që në qoftë se Izraeli nuk do ishte në gjendje lufte, zotëria do ishte rrezik në gjykatë, mund të kishte marrë dënim edhe për ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, por edhe për afera korrupsioni. Zotëria tjetër mund të kishte një llogaridhënie për dosjen Epstein apo të themi dhe atë vendimin e fundit të gjykatës supreme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që
ja konsideron shkeljet ligjit vendosjen e tarifave pa pyetur Kongresin, sepse në fund të ditës vendosja e tarifave është atributi i Kongresit dhe jo i presidentit. Kështu që kemi të bëjmë me dy udhëheqës, drejtues të shteteve jashtëzakonisht potent nga ana ushtarake, por me probleme personale të shumta të cilëve ju shërben një tërheqje vëmendje nga problemet e tyre. Një destabilizim i Azisë së vogël, padyshim që do krijonte një kaos jo vetëm në rajon, por